Përshëndetje. Pas ngjarjes së jashtëzakonshme të ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës, në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës janë paraqitur gjithsej 12 persona të lënduar, të cilët kanë marrë menjëherë asistencën e nevojshme mjekësore nga ekipi multidisiplinar i spitalit. Përveç këtyre 12 personave, ka ardhur një person rreth 40 vjeç dhe ka mbërritur në spital pa shenja jete. Aktualisht në spital duke marrë trajtim intensiv janë 2 të mitur, një i moshës rreth 8 vjeç, 9 vjeç në gjendje të rëndë shëndetësore, një tjetër i mitur rreth moshës 14 vjeç ndodhet në repartin e observimit ku po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga stafi mjekësor. 5 pacientë të grup moshës së përafërt 30 deri në 50 vjeç po i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale nga ekipet mjekësore roje të urgjencës. 2 prej pacientëve që po i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale janë shtetas të huaj, identiteti dhe shtetësia të cilëve nuk janë konfirmuar ende. Ata ndodhen faktikisht në gjendje të rëndë shëndetësore. 5 pacientë të tjerë janë në gjendje të stabilizuar, po trajtohen në urgjencë dhe po mbahen në mikqyrje të vazhdueshme mjekësore. Sipas vlerësimit aktual të ekipeve mjekësore, këta 5 pacientë nuk paraqesin rrezik për jetën. Ekipi mjekësor dhe mbështetës i Spitalit Universitar të Traumës mbetet plotësisht i angazhuar dhe në gatishmëri në ofrimin e kujdesit të specializuar për të gjithë të lënduarit. Ekipet mjekësore po ndjekin nga afër ecurinë klinike të çdo pacienti në përputhje me protokollet institucionale dhe respektimin e konfidencialitetit të pacientëve. Unë kaq mund t'ju them, sepse besoj për pyetje do dalin pastaj prapë në një njoftim të ri për shtyp zyra jone e komunikimit me media. Ju falenderoj. Gjendja e të miturve. Njëri është gjendje e stabilizuar, tjetri po i nënshtrohet besoj një ndërhyrje kirurgjikale, po duhet ta konfirmojmë. Për të vuaj çfarë do të thonë mosha janë dhe a dihet shtetësia aty? Nuk dim, nuk kemi informacion më shumë. Po presim në vendimën e policisë së shtetit që na ndihmojnë për t'i identifikuar. Të gjithë të këta grupë ndodhen në Spitalin Traumës apo janë dërguar në spitale private ndonjëri prej tyre? Nuk kam informacione për spitale private. Tek ne janë paraqitur 13 persona. Një ka ardhur i vdekur, është paraqitur i vdekur dhe 12 të tjerë të gjithë po marrin shërbim mjekësor. Faleminderit.